gjitha, është ajo çfarë është panorama e përgjithshme. Se ju thoni që patjetër që mes punës që është bërë duhet ketë patjetër edhe projekte të cilat janë bërë mirë dhe kanë pasur vlerë. Por panorama e përgjithshme dhe shqetësimi që ngre administrata Trump është ajo që ka të bëjë me keqpërdorimin e fondeve, po më së shumti në vende si Shqipëria apo rajoni i Ballkanit, është ajo që ka të bëjë me keqpërdorimin nga George Soros. E kishit menduar këtë vite më parë dhe tani që janë të dhënat, që janë zbardhur këtë të dhëna, sa thellë është shkuar përmes këtyre fondeve? Unë besoj që fillimisht ne duhet të shikojmë parat që ngelin në Amerikë, se normalisht një 10% deri 50% nga parat të USAID-it nuk shkojnë jashtë Amerikës, rinë në duart të Amerikanëve që janë në Washington, edhe kur Rubio edhe Musk thonë që ka një element që ka qelbësirë, për shembull, ata ndoshta nuk janë gjithmonë duke folur për projekte që janë jashtë Amerikë, janë duke folur për ish kongresmen, ish domethënë punojës të qeverisë që kanë fituar nga këta para edhe kanë përdor parat nga USAID. Po për krijuar dhe influencat e tyre. Për krijuar dhe influencat e tyre pastaj në vendet caktuara, apo jo? Po, edhe kritikët e Sorosit janë përfshirë këtu që nganjëherë ne themi që Soros është privat, ai mund të bëjë çfarë do, por prap kur ka para që vjen nga publiku edhe janë përzirë me para private, është vështirë për të ndaluar cila është puna e tij privat, cila është puna e tij publike, edhe nëse ai përdor ose OJF-ja si ata përdor para publike është diçka që duhet jetë në interes e publikut. Nuk po them që çdo gjë që ka bërë ai është i mirë ose i keq, sepse nuk kam të dhënat, por ne e dim që ne duam drejtësi në Shqipëri, besoj që edhe duam diçka që është fair, e kam parë kritiket që nga njëherë këta projekte që ishin influencuar nga USAID ishin influencuar nga Sorosit, sidomos gjatë kohës kur Clinton ka qenë sekretari i shtetit, nuk kanë qenë fair, por unë nuk kam të dhënat për të them që këta është korrekt ose jo. Por këta është diçka që nuk do vazhdoj si që ishte. Ne po reformojmë situatën si që është bërë në Kanada, si që është bërë në Angli. Në fakt nuk është diçka që nuk është pa parë në botë. Ne si Amerikan kur kishim USAID ishte si kur Anglia kishte DFID, po tani DFID është pjesë të Ministrisë e Jashtme të tyre edhe USAID do bëhet zotërisht pjesë e Departamentit të Shtetit tonë. E qartë. Në fakt, zoti Krau,